Urimet për festën e Pashkëve në Kishën Orthodokse i bën edhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare. Për shkak të angazhimeve jashtë Shkodrës, Arqipeshkëvi i Shkodër Pult, Imzot Gjovani Peragine, urimet i bëri përmes një letre drejtuar besimtarëve orthodoks, ku shkruan: Le të jetë kjo Pashkë një kohë e vërtet të ripërtëritjeje të brendshme, një thirrje për pajtim, për forcim të lidhjeve vëllazërore dhe për një dëshmi gjithnjë e më të gjallë të besimit në jetën e përditshme. Në një botë që shpesh përjeton tensione, pasiguri dhe ndarje, dëshmia jone për bashkët për Krishtin e ngjallur bëhet një shenjë e çmuar shprese dhe një thirrje për paqe, drejtësi dhe bashkëjetesë. Në frymën e respektit të ndërsjellët dhe të traditës së bukur të harmonisë fetare në vendin tonë, dëshiroj të theksoj se këto festa të shenjta janë edhe një mundësi për të thelluar më tej lidhjet e miqësisë, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit ndërmjet nesh, në shërbim të së mirës së përbashkët dhe të dinjitetit të çdo njeriu. Në emër të Kishës Katolike, dy drejtuesit e Kishës Orthodokse i uroi Dom Emilio Valente. Dëshiroj të bëj urimet e mia e vëllezërve krishterë ortodoks me vetë fjala që Krishti ka thënë mbas vdekjes, paqja me ju. Besoj se sot, më shumë se kur duhet kjo durata e paqes, e shohim vetën nëpër vendin e për botën. Por mos na gënjej fjala duratë, sikur është një duratë prej lartit, ne presim kështu në mënyrë pasive. Besoj se Pashkët me duratën e paqes është një festë e veçantë që nxit përgjithësi. Prandaj jemi të ftuar, shpresoj nga kjo Pashkët të jetë për ne besimtarë dhe jo besimtarë, me njerëz me vullnete të mirë, një nxitje të marrim përgjegjësi për të ndërtuar paqe, për të ndërtuar dashurinë, që çdo vend bosh nga dashuria ose nga paqja jep hapësirën e keqe ose egoizmi idealizor. Ndërsa në emër të Myftinisë Shkodër, urimet i përcolli imami Naim Driaj. Kemi nevojë më tepër se asnjëherë që të jemi të bashkuar me njëri tjetrin, të përçojmë mesazhet e paqes, e harmonisë mes njëri tjetrit. Sot bota në përgjithësi ka nevojë për këto mesazhe, për mesazhe paqe dhe harmonie. Prandaj ne jemi një shembull si shqiptar për të gjithë botën, të cilët përçojmë këto mesazhe të harmonisë dhe respektit mes njëri tjetrit. Uroj që të kalojmë ditë të mira si popull, si qytet, si vendi joni, dhe shpresoj që inshallah dita e nesme të jetë më mirë se e sotmja dhe e sotmja të jetë më mirë se e djeshmja.